Okej, Po dakor. pra, dëgjoj, ka një muzika shumë subjektive si gjithë arti, edhe domethënë të ndodhin çudiera edhe në Eurovision, për shembull, shumë prej këngëve që shumë kush e priste që të dilnin dhe në finale dhe në Eurovision, nuk dolën në finale edhe pse kishin të gjithë këto komponentët për cilët po flet profesori, kështu që ka çuditëra që ndodhin në çdo lloj gare muzikore. Duke ju rikthyer festivalit ton, sigurisht në momentin që u përzgjodhën këngët dhe ne si ekip i dëgjonim, sepse mbi to duhet ndërtonim gjithë pjesën e komunikimit dhe të spektaklit mbi këngët, kishte një numër të caktuar këngët ishin të gjitha të mira, por nga të gjitha ti fillon edhe veçon të paktën një 10 të mirë që i mendon që do jenë në garë të fortë. Dhe sigurisht gara shkoi më e fortë mes Shkodrës Elektronike dhe Elvana Gjatës, por edhe Alisi që mori çmimin e tretë në fund, ishte në këto ujëra që mund të ndodhte çudia që edhe një baladë e bukur mund të fitonte. Patjetër Zjermi kishte këtë uniken, pra, që solli tribalin, solli folkun, të përpunuar shumë bukur me elektronikën. Dhe kjo ka qenë pika e fortë e Shkodrës Elektronike.